E kam kushurit tënde. I lirova një dhomë. Ishin aqin 3 cm mu. Ma te po. Pasi erdhi kjo, më tha mu, më jep qelsin e dhomës. Mirë ma futi. Shullin ishte ndëvo. Në elementi sa veshën sa shu, po hapterë. Më ka përseu mu aqin ishte. I kam përtypur gjithë. Po të them kam qenë gruje e hekur, gruje e fortë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do hap dritaren për një 80 vjeçare, ai quhet Lirie Islami, e cila ditën e sotme ka vendosur të rrëfej historinë e jetës së saj, si u dashurua me bashkëshortin, një artist I cili punonte në Akademinë e Arteve në kryeqytet në ato vite, si zbuloi tradhtin, si e dashura I vinte në shtëpi dhe arsyet pse ajo e pranoi këtë tradhtim. Por ditën e sotme, përveç kësaj historie që vërtet të bën të vi keq për një zonjë të tillë, që ata e ka lënduar shumë në rinën e saj, sot kjo 80 vjeçare ka dhe një kërkesë për mua. Kështu që unë hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Lirie. E dashur Lirie, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit. Më ke telefonuar përpara disa ditëve dhe kërkon ndihmën time. Një vajzë që e kam bindur në maturitetin e vjetër. Unë kur shkoj së përtej më thotë që të ka vdek fëmija ty, tha. Po ku është I thashun? Edhe vje burri, dhe shkallët. Thash mërë si e varose pa mund të shmi? E varosa tha me nënën e shpresës, me shpresën. E kam kushurit tënde. E qartë, e kuptova, po? Edhe kur ishte I smunë, se ka marrë 10 vjetë këto smunë me durët e mia, ajo vindi shkende kohë me qesh qohë se si kupton ti, mere me men kush ishte. Tani shpresa, le të themi, ti nuk flisje përse? Për arsye, pata shumë, ky e kish drejtën se I dhenë unë s'mu të bosha presion, asaj. Vinte edhe me matër ka jenë, dilshin e aqin 3 cm mu, ma te po, kupton ti. E ka patur kushurir dhe e ka respektuar, apo po më thuaj ka pasur në një Kushurile, ka pi nëna, saj ka pilësis ke nëna ti, kushuria? Jo, nuk janë kushurin. Po pra, ai thotë kam kushurin. Me bones më ka tërgu që nëna kësaj e kuptova pasë çfarë bësha debat me atë. Ka pasur marrëdhënie me shpresën burrit, ka tradhuar. Po patjetër. E kuptova. Tash kjo banon në Durrës, ka një lokal, ja ka dhënë të birin. Sa vjeç është sot? Ka një djalë. Ajo ka vetëm një djalë dhe një vajzë. Një vajzë e ka bërë me vonesë në Peqin. Por sa vjeç është sot? Edhe ja pati një kujt tjetër. Sa vjeç është sot kjo zonjë Shpresa? Kjo mund të jetë më e re se unë që 20 vjeçar. Për afërsisht çfarë moshe mund të ketë? 65. Ju kërkoni këtë zonjë se ndoshta kjo ditë të vërtetën për fëmijën tënd, për vajzën tënde. Unë te kam pyetur kurrate se të vriste ky me pyetën se me hap muhabet. Lere këtë, edhe unë e lash se s'kisha që bësha. E dashur Lirie, por me sa kuptoj ti pas ke vuajtur, ke pranuar tradhtin dhe nuk kërkova asnjëherë të ndaheshe nga burri? Ore I kam planuar që gjithë se isha jetime, isha rrit jetime me 3 fëmijë ku shkosha. Ti e dish një rrogë 3.000 lekë që kishim. Nuk na dilshin për çe dhe për kopësh, me shimborsh. Tani e kuptova pse burri jot I vendosi foshnjës emri Shpresa. Bravo. Po kur ti e mësove këtë gjë, nuk I the pse I vendose këtë emër? Ma tha vetë, si ja vure emrin, Shpresa tha. Po pse Shpresa? Që të kemi shpresë lindim prap. E me hëngra se ishim neve atëre, sot të burri bondesh, apo jo? E vërtet, por ju... Jo ka qenë e vërteta, po. Ju kur e zbulua tradhtin, ai besoi ta ka mohuar, nuk e ka pranuar. Po e dishin gjithë me fisin e saj, burë e saj kish një oficer e kish martu ky nga Korça me një oficer dhe bin. Ishte bukur ai, s'ka gjë, I pranonte ai vetëm mos talente. Kjo ka qenë vërtet, e ka pas shok burrin në saj. Unë e kam kuptuar
i shoqi do vazhdonte në akademi 2 vjeçar një kurs. Dhe tha, e ama i kish vdekur kësaj. Ta marrin këtu kishë dy dhoma i kuzhinë, mu me 2 kalamaj. Mere i thashun, pse që ti thosha? Edhe e mora jo me valizhe me luke me pirunjë dhe i lirova një dhomë me të shoqe. Po. Unë isha 37 vjeç atëre, vazhdosha shkollën, tashi jam 80, 37 isha atëre. Me jetë. Vazhdosha shkollën e pikturës nga puna artistika Migjeni, e se gjadët, e del shpirti, shkosha me shkollë pikture, që mesha një kategori që tysha ke vizatimet, se ishe 25 vjetë, po nuk punosh se gjadja të jetën. Dhe dyshova, kur e mori këtu, dyshova. Dikur më thonte, po ta gjej derën mbyll me qelës, ndash me vllajin tim, asnjëherë derën mos ma mbyll me qelës. Ky. Se ishte dhe lot. Në rregull. Pas i erdhi kjo, më tha më jep qelësin e dhomës. S'ka drejta jep qelësin e dhomës. Ka ardhur banoj, thash 2 vjet, unë kam plaçka, kam lule të lujsun. Jo, tha, lujta jo, s'ka nevojë të lujsun. Ose të hiqi tash. Jo, tha, jo, s'ka për t'ika të dori. Me kalimin e kohës, kërë bërë një shurë. Ke dera. Edhe budollar për t'isha, mirë ma futi. A kuptoti? Edhe më që bërë nga shkolla, se e dinta e kishë në shkollë, deri në orën 7:30 darkës. Edhe nuk më lente, në të kustë të zjarë, dinë gjërat, po, hajë, sakrifisa ime, shu ishe e fort. I marrë leje profesori, thasha, ka mundësi se kam fëmijë smut. Edhe isha, edhe 7 zanë, po tha hikë. Edhe erdhën 4:30, djalin e vetë e kishë qitë për jashtë këtë 7 vjeçë kishë atëre. I fut qelësi, nuk fut e qelësi. Hapën për nuk po, shullin ishte ndërru. Në elementi, sa veshën, sa shumë, po hapë tërë. Më ka përseu mua që ishte, nuk hyra atje, po hyra tek kjo, zonjë. Dhe shpresa, dhe kjo këto të zuri djeli këtu, dhe shkojnë policinë. Të likish edhe kapi fshesën gjëja së po fshinte. Kuptoti? E qartë. Ma, ka që kërkoj për teja tash. Dhe i hyra ke kuzhina, se dhomën e gjumit kalemave e kisha dhëmë, dhomën e gjumit kisha unë. Biles, bësha edhe një provë, se që diti gjorë, po mos i qitë, këti. Po pa merak. Lushet e krevati susë, kotë. A i s'lente në kuzhinë, kuptoti? E bësha kastimi që digjon të ajo, që ka marrë dhënje me gruan. Të neskën, më tha, që më ti tha me krevatin? Ti ishe në gjumë, kuj digjove, të shumë. Do me thonë që a i afton të që unë jam kuzhinë. E qartë. Ti mos e kuptosha. Si më kuptosha. I hyra ke burri, kuzhinë, më tha se kisha djalin e vogël, këtë që kam, të më të shumë i vogël ishe e qosha në qedër. Po nuk ndimonte, aman, më ullë në gjurë, më të shkoj ke burri të veliko, tash në akademi, kam salaten, dhe kjo të më qërohet, shpo. Më ullë në gjurë do të më ndimoje, nuk kam nevoj për asë i gjojë, tash, do t'i boj të gjithë dhe te do t'a boj se zbon. Në rregull, iku ajo, jo, e prita sa erdi shoqi, a i shkretin unima, mori valizh dhe iku e borgjaku, zurin e qirafi, iku shumit. Pra ti nuk i tregove burrit të saj? Nuk ja thash. Kur po qosha fëmin qerme, sa e kisha të vogël, për që është 23 vjeç të shi, gjatë rrugës, kjo e kish marrë makinë dhe ishte në makinë, me atë e kish marrë, se a i me shërbi. E pash, me fëmijë, a i me makinë po e arisha dotu. Eca deri ke punishtë pasrave, ati e më humën në pëvungica. Në kom, ato ishte me makinë.
Po ja ty kam shku ti shoqi në akademi. Se më ka përceu edhe mu. Po i thashun doli atje, isha ora gati 6:47. Doli ai, urdhë tha. Dëgjoj këtu tash. Ku e ke thashun shpresën tash? Në shtëpi tha. Dëgjoj, nuk e ke shtëpi tash. Po, shikoje burun ku shkoje. Shkon prapu, no? Edhe në rast se nuk e di se ku e ke grun, koti ke këto spaleta i tash. Aram të qoqë, se ishe me grada. Po. Edhe lika. Kaq. Me kalimin e kohës, pajtoj me atë o dhe mos kishte. Pra burri kërkonte që të pajtonte ty me shpresën. Pa, i viti shoqi, unë me këtej shkova lash 50.000 lekë. S'kisha që bujsha. Të bëj një pyetje Lirie, në momentin që ti e zbulove tradhtin, ishe e zonja, punoje, pse nuk e ndave ato burr, po e mbajtje dhe i shërbeve deri ditën e fundit? E mbajta, odeta, jetime, nuk kisha ku të shkosha. Vllai kish punë vet, kish rrit shpinën, jemi rrit shpinën e fëmis. 2 të veta atje. 2 në Koç, 1 ka pas babai këtu. A kupton? Ku të shkosha? Kush më mante? Vetë u isha e nështume, isha edhe persekutume, se kishe i vlla mbur. E kuptoj qartë. Po fillova vllai yri mbur. Ky shkoi pyti ministrinë në mbrojtje, sa ta mbaj mos ta mbaj, se punonte në akademi. Mbaj se u kap, çu ka qenë rregulli atëre. Ku shkosha më thuj ti, a disha dot me rrobu? Nuk ja disha dot me gjyqje tje. Odeta, i kam përtypur gjithë, po të them kam qenë gruje e hekur, gruje e fortë. Dhe kush më takon nga njerëzit aty fshatar, je gruje heroin, ose i dishin gjithë gjëra. Por marrëdhënia jote me burrin si vazhdoi më pas? Le të themi ju s'kishit më dashuri për njëri tjetrin. Si më ta kesh dashurin kur brifte? Megjithatë, çdo gjë fëmit u bën 5 kalamaj. U bën kalamaj. Kjo tashi Fëmijët u bën, por ti e dashuroje si burr? E doja, se mos a doja nuk e maja. Po ku të shkosh që të se? E doja për dashë, a ishte burri i parë për jetën time. Dhe sot e tutje, burë me sys, as të t'i shikoj, jo. Dakor? Për ty pe gjithçka dhe e doje. E doja, po. Por ai të donte? Po një njeri që të i thosha, marrë pensione aq për më një ditë, ke që rëgjeri kjo. Kurse me ato që donte, shkonte. Kuptoj që vetëm për të rritë kalamaj, biles një se ka dhe histori tjera, ku i kam qenë të jetë, në një mesazh sa bjerësha, asaj që ka pas për para fijes për shatë, mjera e gruaj që do të biri për mua. Ja kam oj bloku, me elemente. Se ka pas edhe një në shatë, po u gërmisa e hiku, u fijo nga mu, ajo u vëd nga gërmina poshtë. E martuar ishte, me një mësu, ka pas dashnim barin ku kanë qenë, histori e gjatë, dhe ku shkoj me marqet e kapët, me shtikurorën, e kapi punata vetë, flagrans me atë, që kish burë. E mori, shkoj në polici, e qënë fla, do me thotë du dante për meje. Pete të shpo, ne në kuta lotari, të shmarë i me qerat, si më përre këtu, do më presish 6 mujë, thë. Edhe e prita prapun. Më në fund ajo, nuk e mori i vlaje, nuk e di, e qënë golem direktasës. I ndjeri pas ka qenë Don Juan. Mos e diskutam. Ish i pashëm. Bukuria e ka bërë që ai të shkojë me shumë femra, le të themi. Po shpejt, ai ka qenë shumë i zgjuar. Me 4 klasë shkolla e binda akademi shumë. Dhe gjitha ato të akademisë i thoshin, po plasi lufta të do rëstoj pari se i marë gjithë mend të ushtrisë. Por e dashur Lirie, sa vite vazhdoi ai me shpresën që e mbajtën këtë marrëdhënie, le të themi që të gjithë e dinin? Ai të kishte ty grua në shtëpi dhe edhe kur di që ajo qeshte me atë ishte të kom, unë i bisha kapën. Jo.
Po pra, që ke bosha? Më thuj ti që ke bosha? Pastaj ju iku në Peqin, me të shoqin se e transferu. Por burri vet nuk e kuptoi asnjëherë që ajo e tradhtonte me burrin tënd? Ore, bo qa dush vetëm mos vlen, që ishte bukur, ishte me trup gjatë, a ishte gjuhë i shkutur. Burri e pranoi tradhtin, e qartë. Po pra, gjithse i thash të rovë sparleta, mere menti. E qartë, po. Edhe e transferu në Peqin. Këtë që bërë për vitë ri, më le mu me kalamaj, ore, për ku e ikë, do ike ke shpresa ta. Iku. Mora gotën që i kisha 10 vjeqën, edhe qunin më i vogël, shkova ke motre e kalohë vitë në ri, ka vdek ajo, ka 2-3 vjetë. Kur erdi, Risha më tha, ajo Peqin, tha, kishe zënë dashnor generalin e saj flotës, detare. Dhe më tha ka ngin 7 zanë, me atë shumë tha, se kur lindi ajo, nuk kanë shku për lindje, dhe nuk e ma i thot burit ja falim filanit, këtit generalit, edhe ja kam fal atit. E si është puna, unë këto jona nuk i vetëm me lafet e këtit. Por ai i ndjeri, u bë xhelos që i kishte tradhuar e dashura. Studioi, doli infermiera, alborante, nuk e din, dhe e ka ndihmuar edhe ty shumë me financim. Burri juaj. Ajo është një brune, një që e kam pa njeru, po emri nuk ja di, vetëm po ta mësoj. Por pak rëndësi ka. Por Lirie, ajo që kuptova unë është që burri juaj kur e mësoi që shpresa kishte zënë një tjetër të dashur, u bë xheloz. Jo, i kishte thënë mos hajde më këtu, se unë kam zënë generalu. Tmerrshme. E nuk shkoj. Pra, nuk e di ai vdi generali, di që ai nuk e di. Filloi marrëdhëniet prap, shkonin vinin, se i vdi që shohë që shkova, do shkosh atë zbë. Sa vite diferencë kishte kjo shpresa me burrin tuaj? Besoj ka pasur shumë. Po ka pasur, për shembull, ai vdi 74 vjeç, ai mund të ishte 50 vjeç. Ajo. Gjithsesi ke qenë e fortë që ke pranuar të dashurën e burrit në shtëpi dhe bile se kishte thënë njerëz, si s'ma ftoi ajo për vdekjen e Ismetit, dëgjoj kishte thënë. Edhe janë kushuri nga burri, mos i shko se ka përpluh nga shkallët poshtë. Po i kam borë se më kalon 50.000 lekë. Ka që po të themi kishtë të nëjë. Kështu. Por e fort ke qenë, si që nuk reagoje. Ajo vinte në shtëpi pinte kafe me burrin tënd, ti shikoje veprime dhe nuk reagoje? Po deta, nuk mund bësha alarm në lagje ose komshit, dhe të bëshim pazar gjithë. E majsha në vetë gjithë shka. Nuk bëjsha pazar burrin, as në punë, as këtu. Nuk kam pas edhe drurën, shoshën punën zime. Këtu qa drurën ka ra, i thosha. Po pse, ai me atë të kanë qenë shkopi, ato pedës, me atë më ka rau, pse se puse nonën e kësaj, se ne lak pusemi në buzë. Të ka dhunuar? Nonën asa, pa. Men. Qa ti bëshë? Kjo ka qenë hera e parë dhe e fundi që ka dhunuar, apo ai ka ushtruar dhunë ndaj teje? Jo, e kisha atë të bukur, e kisha. Por pse të dhunonte? Mirë të tradhtonte, nuk të donte, edhe të dhunonte? Po, ja, pra pse se puthe ti këte. Kunata jote e puthi, ti së zbore si kunata. Ne di pranët, puthi në buzë nuk e bëjmë kur, thash. Edhe me mvrathash, nuk puth njeri në buzë nga lapë. Po, ka krajina Shqipëri që kanë puthje në buzë, e kam dëgjuar. E keni që keni, thash, ta kishe melun, ta kishe marrë lave gërë. Pse i thash kështu? O po no, mi ka, po që pendër dhe, o shkovë bora kaqë. E dashulirie, ti nuk pata asnjëherë mundësinë në jetën tënde që kjo zonjë që të vinte në shtëpi dhe shkonte me burrin tuaj, nuk munde do të flisej një herë për t'i thënë që po më shkatron familje, largohu? Nuk e bësha të se të ndaj me një herë, thonte. Unë s'mund t'ja thosha se thonte e kam kushuri.
E kam pushulli, thonë. S'mund t'jetë kështu. Por ti vetë me burri, nuk mundet do të flisje që nëse nuk më do, gjejmë një zgjidhje, nuk e pse sa i të ka lënduar. Ti ke vuajtur. Kam vuajtur, po çfarë bëshëm? Çfarë bëshëm? Vetëm me plame si kemi që në lërja të atje barkas, kur lashim gjysë do xhekejtë e gjo. Dhe s'ka pas kusha atë. Po kur u rritën fëmijët, që besoj edhe ata e kanë kuptuar. Por kur rritën fëmijët, që thonte? Janë budalliqët e ati. Neve u rinoshëm se pishim ilaçin e urimit, kupton ti? Edhe i thosha të na loj qitë kë lokal se në shkakosha. Edhe thiri djali në ma, djali, da, veç me mundësën të hajde këtu, të se kemi një problem, tha. Kjo tha në lonë, atje një lokal, tha, Montej, tha. Po ti qa po, tha? Po e presë ati, po që ke budallaj montë, tha. Mëse nga kohë, da të kemi pa gjitha me, tha, po këte 3 shofera jemi në Tiranë, tha, se kemi pa në jemi në i vend, tha. Mëse nga kohë, mjaftë e ke nga të rjetën. E majta, i kam bërë varin, do të atërgujnë po të vi, se kam edhe parcelën time, pa kam babajt, do të leva edhe parcelët, e i shdin të gjo. Një sakrificë o teta, që nuk ka femën në botë të këtë botë. Po, e fort keshën. Sot mirja bëj, që i leni bëj, po ne kemi qenë heroina. Puna, fëmija, shpi, gatujsha. Dhe në 12 darkës që nesën në drejt ta kishin gati me tenxhere me patalinë. Por njerëzit e ti nuk i folën vlezrit, motrat? Nuk kishin të gjithë Odeta, nuk kishin që bëshin, e dishin, tofte ishe edhe raca e tjo, se këshu ishin gjithë vlezrit. Raca. Por, kur ai u moshua dhe i ran fuqit, besoj u bëj ndërgjegjshëm për të kërkuar falje? Ai u snu, Odeta, më torturonte, së më linte me flejt, dhe që të më diste sa më shpejt. Më lodha 3 kalamajt. Hajde një këtu, 2 se një ka qenë në Itali, hajde një këtu, thash, unë nuk e majtot, më le pa gjumë. O do idhe nga balkonin nga kapi 4, thash, ju vejnon, ose bëni një dërman. Kuni tam, e morën për me këshu, e një poliqe, goca dhe aji, do të shënë, si bësha kontrol ke Marceliu, ke ajo që ishte e shëndësisë. Ate kisha doktoresh për këte 10 vjetë. Nga se buante indjeri? A i vute Parkinson 1, diabet 2. A i ish i smurë dhe nga mendorja, po, a i ti thoshtë, kuptoti? Po. Edhe 10 vjetë ajo të si ka jetu mu kë pacient, se pacientet e mi gjithë kanë vdekur. Kupto? Tash kë, kuror, dhe kam dhe i gohë që ajo po botë 30 vjetë me kancer, edhe ma te para mrapa në Budapest. Kurojt me Budapestin tash, një lachët, se si mesha këtu. E paguj tash pagesë që vike ty, do me thonë, jo me majtë ratë spital. Po. A kupton? E kishte pacientin e vetë. A jo më qënë ke pesa, në shkova ke pesa e vizitova, edhe ato më banë sa i lachët. Ti japin. Hapa kartel ke spitali Amerikan, këti mesha mujë për mujë. I mora dhe ja dash. Ma hapi mua betin i ta do me melmu kjo se ti të gjurë në ato ilaçe. E qartë, kanë qenë qetësu, se e kuptoj. Babat, ati i smurë të po, ajo po të lip ilaçin. Edhe mi gjithi ilaçet ku ishin mi futin grupë banjës. Edhe unë nuk shkova ma, u thonë që shkosha ma. E i thash kalami nuk e maj ma, o do më vrasin, o do jetë në gnej, e morëm një grua. Që ti shërben? Do më fleshe natën më në vënd. Ajo i kishte një femjere, ke kafene, kush, atje Talia, si kush e Rema. Po, kafene, po. E mirë neti me atë, i binte murit, i binte asaje, më në fund fare, ishte zhveshur fare. Unë jam bëhë gati me ti. Iku ajo. Ka marrë si është burrit të terë. Burrin takë. Pra, le të themi që para se të vdiste ka vuajtur.
10 vjet ka vujt se me shumë, unë e lash 3 vjet me gra, 2 gra i vujt. 8 orionet të tërtirë, se tisha vetëmin, vazhdova, shkova në Lingjë, nga që po vdisja nga gjujt. Por në këtë periudhë që ai pati probleme me shëndetit mendor, që po vuante, ajo shpresa i vinte? Po erdhi ca për një herë në motër në vete dhe se je mirë, po që në tërë. Edhe vete buzëm gas para sa. Që ti pusha? E dashur Lirie, dua të pyes, përpara se ai të sëmure nga shëndetit mendor, pra kur e kishte mendjen në vend dhe në rregull, të kërkoi ndonjëherë falje që të shkatërroi jetën? Asnjëherë. Unë me kalamaj, domethënë të rritur, dashuroj një tjetër, punonte te karamelet, beqara jo. Pse ai nuk të ka tradhtuar vetëm me shpresën, edhe me është e Allahi që te ti. Edhe gdhiva gjithë natën, të i thëmë pse kështu, pse ashtu, pse kështu, nuk do shkoj më. Nesër mjesi i do i me shërbim, edhe unë qohën, a i hyri në akademi, unë meta atu ka qenë një shumë, pa që të gjithë, e rrët e gjithë sa doli. A i që kishe bëllë, në makinën ushqimit kishe darë, i shiku rrugë tjetër, dhe tjetër, po e prita, se orë 7 do vinte ajo të në punë. Edhe do vinte me të në gjepa. Ka kontrata e një karamele. I thash, po me më të gzim gjithë natën, po edhe ty të du, edhe ty të du, thonë të. Po ti unë thash, kam ne këtu, thash 2 orë, kalamajt janë gjungësh, po nuk e di që një ujë. Edhe vika. Por ajo e martuar ishte? Ajo ishe beqare, më vjen një oficer në mu, edhe më thot, liri islamaj të dali se mu punë ma kishin nejfu. Po të shumë që ka fisi i smetit. Edhe dola, shumë puna në rritë peatë, së një fjerin, ta liria i riu, se dola nga puna. Pse, kjo zonjë të erdhi të takoj ty? Karameleve që kishe, edhe i njifsha mi. Edhe i njifsha. E dashura e dytë e burrit, të erdhi aty dhe të takoj. E dytë e veç, pa moment ka pasur dhe ka ma të keqen. Edhe erdhi kjo dhe, unë jam thash në islam, që dojnë? A i burri jo ka nuk me të fjonë, ka të dashura teta. Po ti që ke budalaj më thash, vjeke unë që jam me 2 fëmijë thash. A je i zotit vish në shpi thash, bavë për bavë. Unë jam punë thash. Po tha do vi. Në rejë, po e ikam punu. Mene menti punosh me 3 vetan se gjatë, ka të shmenin tokë. Kun vjen ai unë shkosha, kisha një atet, ora ki, o dhe e pisha, që të trublojshëm. E që futa gjumë, se në 5 me shakalonët. 1 orë e do isha 2 orë gjumë. Piva një vetë, ja futa gjumë, e bje zilja, e kam pas ke në studio shpinë. Bje zilja. Dalu, ta plej gjumë, po qatë dojë thashun, kam fmit thashun, do plej gjumë se zhot, në shkoj t'i marrë thashit. A i nuk ka ardhë akoma. A u tha jo, ka ardhë shumë shëpimin thash. I kojnë. Për vjen kërë, nuk e ti kishe bra dhe kokë, nuk që ishe kora, ishë një të shumë, kishe nga ne. Kushe ti, ama thashun, e thash, shumë ka pësë, thash, nga ardhë një djali i ri oficer, thashun në ku, që do me linditën dhe të më shkallë, ashtu e kishe me linditën. Që ka butalaj më dhe e thash, do e me të në ta, por ti që do me atë e thash, dhe se këtë fjo është jo, ka punë thash, ja këtë mbone thash, në zove dhe nga puna. Ja rëgullojnë ati, të nesme e qunë më mirë ditë me ashtu, oficerin. Nga akademia në mirë ditë. Por ky oficeri që erdhi takoj ty, donte të fjohesh me këtë linditën, që e kishte të dashur. Po, nga atë, po. Dhe nuk e linte burri juaj që të fjoheshin. Jo, a i rikua e sa, se më, pastaj u martu me shofer tjetër, po do, se kë ma tha, u martu lindita tha. Që. Por gjithsesi Romane, novela.
romane dhe ti pas ke qenë shumë e fort, ai ti ka pranuar të gjitha Nuk i shoh ato novela, se jam vetë për novela. Jeta jote është telenovel, por gjithsesi ai shkonte me gra dhe nuk ti mohonte, ti tregonte, të thoshte të dua dhe ty. Të dua dhe ty, po, e thonte këtë shprehje, të dua dhe ty. Që të bënte një peshqesh, për 8 mars, as diqe, më shë jo, ishe blokë. Por marrëdhënien me fëmijët e vet si kishte të mirë? Diqe ka proftit, ishe vit parë gjimnaz. Ky ishte edhe i qik, mund t'i rritë se kalomajt, këto mund vinte shkejt. Dhe nuk ja të rëgusha jo në shkosha unë shkollë, jo e. Po. Një ditë, kam qenë tu me 2, ka arë një shoku këtit, s'dysha i kishë shumë fletën. Ke qenë shkollë, kam qenë i kam dhe ty. Por në të cike shumë mirë. Po kjo, që jam, ja dha burri tim, unë s'disha jo ishë në punë. Mes me mjes, e ka marë, e qetë i djani se ishte të kaqërin, e bori zero, të poroj para gjithë njerëzë që po të qeshën kone në nisë të ke morë, apo jo? Po. Po si e bërë këtë punë, po si e bërë? Po di që do të thënë, si më interesoj një si më minte zemra mu t'i dhe në dhe këta të dhëmë të ke plokët, ja. Ka qenë diktatori ma. Fëmijët besoj kanë... Le gocën e dashuroj një që e thonte, dhe e rikëse me ka ishë. Ajo sa piu flipoj, në spital ushtarak, s'kom zirë sot direktu me elementin. O teta, s'kam të maruar kallët e mija, po zotit ashtë më plisnim kalon rahat, dhe mjaft kam bujë. Unë të uroj pleqëri të mbarë, pat jetën e gjatë dhe ta shijosh jetën, por... Po ta kisha në dhe këtë mapet, edhe mos gjindët, nuk prish fort. E dashur Lirie, atëherë do t'i përsëris dhe një herë të dhëna. Ti ke lindur vjeshtën e vitit 1972 në Tiranë, linde një vajzë që ju vendos emri Shpresa nga partneri juaj dhe pas 3 ditëve të thanë që vdiq fëmia, por ti nuk e gjetur as një lloj gjurme, qoftë një dokument në spital që vërteton lindjen dhe vdekjen. Kam lindur, as kartela ime. E qartë, nuk e zbuluar asgjë dhe ndaj dyshon. Goca ime e ka Doloreza, 4 vjetë, mas gocës ka lindur kjo, dhe gjithë tamam. Që i bie 72-shi. E qartë, Lirie, unë do interesohem në arshivat për të zbuluar diçka, ndonjë gjurmë të lindjes tënde të vitit 1972. Ke drejtoria vdekjes kam qenë unë. Dhe nuk ka asgjë. Jo. Ta jo, se më stanë të vërezave dhe shkosh atjetna. Këtu nuk ka. Jam prishur ato të bebeve, tha. Kupton? Do shkosh filan vend. Dhe shkova i kapa drejtoreshën, emër Shpresa Islamin nuk ka këtu, tha. Bebe. Pra ti nuk e gjetur asnjë gjurmë dhe kjo të bën të dyshosh akoma më shumë. Kam rreshtur një gjëra njëri mas tjetri. Përfundova ke certifikata, nuk dite, përfundova matinitet, për kartelën time më në varë, që kam lindur, nuk kishte. E mbylli me një mesazh, dua një mesazh t'i drejtohesh ndoshta institucioneve, apo njerëzve që e din këtë të vërtet të vajzës tënde, çfarë do i thoshe sot? E di vetëm ajo. Dhe çfarë do i thoshe sot asaj? Asaj? Në rrasë se më ka mashtruar ky, je ka dhojnë dikuj tjetër, ndofta ajo edhe se pranon që ti. Se ku kam lindur djalin që më vdiq, u bë 3 vjeç, atë ja falim tha Jorgo ishte një ka pas ushtar, Kërkafon. Ka qenë me autobus, kino studio, kombinat. Qa thej të shumë të falë djali Jorgos, unë bërë verem, se ashtu thoshim atere. Edhe nuk, djali të më tonë, nuk u falë se se nash. A i shkoj 3 vjeqë, nuk kanë serjetë, se kishe diagnoskë, edhe, për ne dyshoj, mos kush e di. Pra nga ky veprim ti dyshon se ndoshta mund t'jetë falur fëmia, vajza dhe ajo mund të ditë të vërtetën. Dyshimet e mia,
gjë nuk di Odeta. E qartë. Pushimet e mia dhe veprimet e atij që më tha atëherë t'ja falim këtë djalë, jo e dashur, kam vërsi se ma mori Zoti. E kuptova. Unë uroj dhe shpresoj që nëse ka diçka të vërtet, kjo zonjë ta marri guximin dhe ta tregoj për qetësuar zemrën e një nëne. Ndoshta të ka lënduar ndër vite, por mund të gëzoj sot me një lajm nëse ajo e di. Ajo ndoshta edhe se tregon kështu ti. Ose e kanë marrë bashkë, e kanë falë bashkë, se kanë qenë tipi zgjuar, o zhduk edhe kartera ime. Gjithsesi, Lirie, ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Unë e mësova me detaje historinë tënde, sinqerisht më vjen keq për rinin tënde që je lënduar dhe ke jetuar me një bashkëshor që të ka tradhuar dhe ti ke qenë e detyruar ta pranosh, por të uroj jetë dhe shëndet dhe do takohemi. Kështu që të përshëndes. E i fjalë për them, kësish për mu, me lagje, me punë, respektin më të madh që kam për mu. Ti je fisnike, imazhi jote tregon këtë gjë. Çfarë bëjmë? Kështu bëja dhe kështu e vujtëm jetime që 7 vjeç, u rrita jetime, u futa këse gjabët, dhe kishim vllain bus, si këshin në shkolla, zgjë. Edhe atë shkollën e kam bërë në kohën e demokracisë 37 vjeç. Por ti ja ke dal dhe uroj ta zbulosh të vërtetën edhe për problemin. Me shpërtish, kështu, një siklet, ja dolëm në tu. Kjo ka ngjerë pishë më mjetë. Dhe uroj të marrësh një përgjigje, ta zbulosh dhe të vërtet. Lirie, të puth... Edhe pos doli, nuk kam që të bëj, se të nejta 50 e kësullje. E qartë. Unë edhe një vit e 2 vjetë, nuk hike. Jo, mos e thuaj të, ti je shumë mirë. Unë të uroj jetë më të gjatë. Odeta, me 27, të shimu 70 vjeç. Dhe dukesh si një 70 vjeçare. Qëpër, po, e ka litë vujtje, stresë, halë, e di që ka litë njeriu. E vërtet. Mirë. A i kjo vitët me bekule, maron. Lirie, do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, unë të puth dhe të përqafoj. Mirupafshim, Lirie. Mirupafshim. Mirë të dashurmiqtë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të kësaj video. Sot dëgjuam një histori që edhe unë u shokova nga 80 vjeçaria, e cila më tregoi jetën e saj tradhtit bashkëshortore që ka ndodhur dhe në vitet e komunizmit. Nuk ndodhi vetëm sot. Tradhtia ka lindur me njerëzimin fatkeqësisht dhe do të vdesi me njerëzimin. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit dhe takohemi nesër.